Këshilli për imunitetet dhe mandatet nisi sot procesin e ndryshimit rregullores kuvendit pasi gjykata kushtetuese i shpallit palishme ndërhyrjet që socialistët miratuan në shtatorin e vitit kaluar. Por gjykata ende nuk e ka publikuar vendimin e arsyetuar, ndaj opozita kërkoi që diskutimet për rregulloren të nisin pasi të dalë vendimi i plot. Ka një vendim gjykata kushtetuese që në fakt e vë theksin e nënvizon tek procedura e miratimit e ndryshimit në rregullore. Dhe ne nuk e dim çfarë do të shkruaj ose çfarë po shkrua ndërkohë gjykata kushtetuese. Duhet ta presim atë dhe më pas dikush të propozojë. Nuk flitet për urgjencë sepse po mblidhemi mbasi muaj gjysmë dhe për më tepër nuk do ta mbyllim sot procesin. Do të presim zbardhjen e vendimit gjykatës kushtetuese. Pavarësisht kundërshtimeve të opozitës, Taulant Balla prezantoi ndryshimet e hartuara nga mazhoranca, ndër të cilat edhe kalimin me procedurë të përshpejtuar të ligjeve të nevojshme për procesin e integrimit. Përshpejtimi i procedurave tek projektligje lidhet me procesin historik të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, me parafrimin tonë të legjislacionit, duke na dhënë mundësinë që nëse do duhet gjatë tyre 2 viteve intensive parafrimi i legjislacioni ta bëjmë atë pa prekur këtu elementin thelbësor të skrutinitetit, pra të kontrollit të parlamentit. Por Erbil Bykbashi kundërshtoi duke vënë në dukje se procesi ligjbërës duhet jetë më i kujdesshëm. Në vend që të ndajmë kohën e miratimit, 3 leximet e famshme, në parim, nën për nën të tërësi, ti ndajmë në kohë, ti japim mundësi njerëzve ta ndjekin procesin, ta shohin, ta kuptojnë. Me atë rast i jepet rëndësi deputetëve. E shkurtojmë edhe më tepër. Dhe nëse neve do t'ja eliminojmë vetes këtë, pyetja është për çfarë duhet parlamenti, për çfarë duhet demokracia parlamentare. Po hajtë mërti këpusim në ndryshim kushtetutës që ta bëjmë dhe republikë presidenciale. Në 23 shkurt gjykata kushtetuese rrëzoi ndryshimet që mazhoranca socialiste i bëri rregullores kuvendit në muajin shtator, duke rritur numrin e komisioneve nga 8 që ka pasur parlamenti në 11 komisione të përhershme. Gjykata nuk e goditi thelbin e ndryshimeve, por procedura e ndjekur nga Partia Socialiste sipas saj ishte e palishme, duke i lënë detyrë parlamentit që të miratojë edhe një herë nenet e rregullores për këtë çështje. Tashmë pritet vendimi i arsyetuar i gjykatës në mënyrë që parlamenti të ndërhyjë në rregulloren e kuvendit.